Burime mediatike ka njoftuar se është referuar në SPAK si aferë korruptive, dosja tenderuese për ndërtimin e portit të integruar të Durrësit në Porto Romano, një investim me vlerë rreth 400 milionë euro, e fituar nga kompania greke Arqirodon. Sipas kallëzimit, ky tenderim është zhvilluar në mënyrë të paligjshme, të errët dhe korruptive. Ky denonsim bën me dije se në tender morën pjesë disa nga kompanitë ndërtuese dhe inxhinierike më të mëdha dhe më të suksesshme të botës, por ata u skualifikuan nga konkurrimi, pa e dhënë mundësi asnjëres për të paraqitur ofertën. E vetmja kompani që u lë në garë dhe u ftua të bëjë ofertë dhe të jepet kontrata është kompania Kipriote. Mënyra e përdorur për të arritur është skualifikim për pasaksi të vogla në dokumentet dytësore, apo interpretime të dyshimta dhe ekstreme të rregullave me qëllim eliminimin e konkurrentëve të padëshiruara dhe trajtim me zemërgjerësi dhe tolerancë të kompanisë së paracaktuar, thuhet në kallëzimin penal. Sipas portalit Prapaskena, në denonsim thuhet se Autoriteti Portual i Durrësit ja ka kontraktuar procesin e hartimit të dokumentave të tendrit, vlerësimin e tendrit, supervizimin të punimeve për ndërtimin e portit kompanisë Royal Haskoning, me anë të kontratës së shërbimit numër 1619 të datës 17/7/2024. Kjo kompani është kompania që ka bërë studimet dhe projektin teknik të portit. Kjo kontratë realizuar me negocim të drejt për drejt, me vlerë mbi 12 milionë euro, është realizuar në shkelje të ligjit, theksohet, dhe rregullave në fuqi, pasi Royal Haskoning nuk plotësonte kriteret e shpallura, të cilët detajohen në kallëzimin penal. Kontraktimi është në konflikt interesi, pasi meqense kompania është kompani që ka bërë projektin teknik të portit, pra kompani projektuese, nuk mund të kontraktohej si kompani për vlerësimin e ofertave për zbatimin e kësaj kontrate, pasi kjo bie ndesh me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 914 të datës 29/12/2014 në nenin 37.3b që përcakton se autoriteti kontraktor duhet të shmangej. Ndërkaq grupi që ka monitoruar kontratën e projektimit nga ana e Royal Haskoning dhe kontrolli i lartë i shtetit kanë gjetur shkelje dhe vërejtje serioze në punën e dorëzuar nga Royal Haskoning dhe për këtë ka hartuar dhe një raport zyrtar. Pavarësisht këtyre vërejtjeve dhe problemeve, Royal Haskoning është kontraktuar me negocim të drejt për drejt nga Autoriteti Portual i Durrësit për shërbimin e prokurimit dhe supervizimit të kontratës.